Mirëmbrëma, po fillojmë edicionin e lajmeve. Fare në fillim të ndjekim raportin e muajit janar nga Spitali Isa Grezda. Përveç trajtimit të pacientëve me COVID-19 në Spitalin e Përgjithshëm të Gjakovës, gjatë muajit janar janë kryer me sukses edhe shumë shërbime tjera. Përveç trajtimit të pacientëve me COVID-19, në Spitalin e Përgjithshëm të Gjakovës gjatë muajit janar janë kryer me sukses edhe shumë shërbime tjera. Është bërë një punë voluminoze, kjo është jetë edhe në bazë raportit, ku ne kemi pas hospitalizume më shumë se 960 persona. Pastaj janë kryer 112 ndërhyrje operacione, prin operacione kirurgjike dhe ortopedike, pastaj janë operacione tjera kështu me radhë. Gjatë muajit kemi pas edhe 140 lindje, po ashtu ka pas edhe vizita ambulantore, shërbimet e dializës e tjera. Si pasojë e pandemisë COVID-19, gjatë vitit 2020 ishin pezulluar përkohësisht operacionet elektive, mirë po këto në muajin janar kanë vazhduar të realizohen. Kuptohet të urgjencat janë primare, pastaj të ftoftat, në koordinim me anestezion dhe kirurgji, me trakt operativ, kur vjen edhe këto operacione. Vlen të theksohet se edhe në repartin e oftalmologjisë, i cili dihet që është hap shumë vonë se ka qenë i mbyllur. Gjatë muajit janar janë kryer 292 vizita, janë bërë 8 operacione, si dhe aplikimi i injeksionit Avastin janë 62 pacienta. Sa i përket të infektuarve me COVID-19, në Spitalin Isa Grezda aktualisht të hospitalizuar janë gjithsej 46 pacient, prej të cilëve pozitiv janë 22, negativ 19 dhe 5 janë ende të pakonfirmuar, thekson Shala. Në këtë kohë pandemie po shqiptohen gjoba edhe nga policia dhe inspektorati për shkelje të ligjit anti-Covid. Gjatë 24 orëve të fundit, në mbar Kosovën, policia ka shqiptuar gjithsej 480 gjoba ndaj qytetarëve të cilët nuk kanë respektuar masat anti-Covid-19. Ndërsa në komunën e Gjakovës, policia rajonale ka shqiptuar gjithsej 6 gjoba, ndërsa inspektorati komunal ka shqiptuar 2 të tilla për shkelje të ligjit anti-Covid, ligj ky i miratuar në gusht të vitit 2020 me qëllim të parandalimit të përhapjes së infeksionit COVID-19. Ndërkohë, aktualisht në vend janë 6791 raste aktive me COVID-19. Vazhdojmë me lajmet e tjera. Në ditën e zgjedhjeve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të angazhojë 104 ekipe mobile, të cilat do të shkojnë në shtëpitë dhe banesat e qytetarëve me të drejtë vote, të cilët për shkak se janë të prekur nga pandemia COVID-19 nuk do të mund të shkojnë në vendvotimet e tyre. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi ka shpjeguar se secili ekip do të përbëhet nga 4 antar, 3 prej tyre të cilëve janë përfaqësues të subjekteve politike, ndërsa antari 4 do të jetë zyrtar shëndetësor. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve gjatë ditës së diel do të angazhojë gjithsej 104 ekipe mobile, pra të cilat do të dalin në terren, do të shkojnë në adresat të qytetarëve me të drejtë vote, për të cilët fatkeqësisht janë të infektuar me COVID-19 dhe që nuk do të mundet të shkojnë në vendvotimin e tyre për shkak të masës kufizuese, sepse pra do të qëndrojnë në karantinë shtëpiake. Pra janë gjithsej 104 ekipe mobile lëvizëse që do shkojnë nga njëra adresë në tjetrën, me gjithsej secila prej tyre nga 4 antar. Pra janë gjithsej 416 antar, të cilët gjatë ditës së zgjedhjeve do të angazhohen vetëm për realizimin e votimit për këtë kategori të votuesve. Elezi ka thënë se është obligim kushtetues i KQZ-s që edhe këtyre qytetarëve t'u krijohet mundësia për të votuar, pavarësisht rrethanës që ndodhen. Qytetarët të cilët pra kanë të drejtë vote, për fatkeqësisht janë të infektuar me COVID-19, po i kontaktojmë përmes telefonit dhe po bëjmë të ditur për shërbimin që ofron KQZ-ja, pra për t'ju mundësuar votimin atyre përmes ekipeve mobile në shtëpitë e tyre. Natyrisht se është në vullnetin e tyre, e qytetarë pra, që të pranojnë ose jo të marrin pjesë në procesin zgjedhor. Natyrisht se është në vullnetin e tyre që të pranojnë ose jo të marrin pjesë në procesin zgjedhor, tha Elezi.
Demokracia në veprim ka evidentuar disa raste të përdorimit të veturave zyrtare gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet e 14 shkurtit. Kjo është bërë ditur në konferencë për media nga antari i DNV-s Ngadnim Halilaj, ku ka paraqitur të gjetura nga monitorimi i gjatë ditëve të fushatës. Sipas tij, veturat zyrtare për fushat janë përdorur 4 herë nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe 1 herë nga vetvendosja. Ai po ashtu ka përmendur mos respektimin e masave anti-Covid nga subjektet politike. Shqetësuese gjatë këtyre monitorimeve të këtyre aktiviteteve ka qenë edhe mos respektimi i masave anti-Covid nga subjektet politike, ku një pjesë e madhe e tyre nuk kanë respektuar distancën sociale, mbajtjen e maskave në mënyrë të duhur, si dhe tekalimi i numrit të lejuar të pjesëmarrësve në hapësira të mbyllura dhe ato të hapura. Ndërsa Florence Pahia ka thënë se vetëm 3 subjekte kanë deklaruar shpenzimet e fushatës zgjedhore. Fatkeqësisht kemi marrë vetëm 3 përgjigje nga subjektet politike dhe ndërsa subjektet tjera, 26 të tjera nuk janë përgjigjur fare. Pra, përgjigje kemi marrë nga lëvizja vetvendose, nga Partia Turke Demokratike e Kosovës dhe kemi marrë përgjigje nga Partia Fjala. Subjektet tjera normalisht nuk kanë gjetë kohë ose nuk janë përgjigjur, edhe pse kanë qenë një formë shumë e lehtë për të përgjigjur, pasi që ka qenë gjithçka online dhe elektronike. Ajo që aty të shtojmë është që këto ditë, ndoshta e keni parë ju, që nuk ka pas poster dhe ka qenë një frym shumë e mirë edhe shumë e re e mos ngjitjes së posterëve edhe ruajtjes së ambientit. Demokracia në veprim ka evidentuar 5 raste të përdorimit të veturave zyrtare gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet e 14 shkurtit. Zgjatja e mandatit për Miroslav Lajçak si dërguar special i BE-s për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mund të jetë diçka pozitive, vlerëson politologu Ramush Tahiri në një prononcim. Ai thotë se Lajçak është diplomat me përvojë në punët e Ballkanit, ku ka përmendur rolin e tij në pavarësinë e Malit të Zi. Tahiri thotë se Kosovës si takon të caktoj përfaqësuesin e BE-s për dialogun, por të sillet konform standardeve evropiane. Bashkimi Evropian ka ka qëndrim neutral dhe Bashkimi Evropian thotë që marrëdhëniet duhet normalizohen, nuk e thekson njohjen reciproke për shkak prejudikimit, por normalizim të marrëdhënieve edhe ata e dinë që është me njohje reciproke. Tahiri shprehet se BE-ja pavarësisht qëndrimit neutral që ka ndaj Kosovës është e interesuar për normalizim të raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e që sipas tij normalizimin nënkupton edhe njohje. Tahiri ka komentuar edhe letrën e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden, drejtuar presidentit serb në të cilën ka kërkuar njohjen e Kosovës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Biden i ka uru presidentit të Serbisë ditën e Kushtetutës dhe të shtetësisë. Dhe në kuadër të kësaj ka dëshiruar integrime evropiane dhe rregullim të marrëdhënieve me fqinjet, duke përfshirë normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, i cili normalizim nuk mund të bëhet pa pas njohje reciproke ose pa bërë njohja reciproke, që nënkupton pranimi i realitetit dhe nënkupton vendosje diplomatike të marrëdhënieve. Sipas tij, politika zyrtare amerikane është që Kosova të antarësohet në BE dhe NATO. SBA të shohin antarësimin e Kosovës edhe në Bashkimin Evropian edhe në NATO, e sidomos në Kombet e Bashkuara. Në Kosovë kjo po pritet me entuziazëm dhe sikur që është merit e Kosovës, kjo është politikë zyrtare dhe nuk i nënshtrohet komenteve tona e as analistëve që e vënë në pikpyetje njohjen reciproke, ka thënë Tahiri. Erërat e forta kanë shkaktuar dëme të shumta në disa zona të Gjakovës. Bile bizneset të tëra u ankuan si u shkatruan pajisjet nga era e fortë. Të ndjekim kronikën. Gjatë ditëve të fundit në komunën e Gjakovës kishte era të forta dhe reshje shiu. Domët që janë shkaktuar janë të shumta. Njën nga ata që ka pësuar është edhe pronari i restorant Pishat në Shkugës, ku këndi i lodrave tashmë është jashtë funksionit. Me datën 7, që ka për njërë e fuqishme, kështu që ka bo disa dame këto tek restoranti jonë, para ky
kjo pisha këto dhe ka dëmtu disa lojna. Kjo ka ndodhur diku rreth orës 22 apo 22:30 diku aty pari, sepse nuk e kem atë natë që kem vrejt prej jana të forta, tek nesër e kem vrejt. Megjithatë ne kemi numëruar të gjitha organet kompetente, të cilat janë, sepse kjo është një zonë mbrojtur dhe nuk guxojmë as ti domthon largojmë nga këtu hidh as kur gjë. Ne kemi intervistuar edhe udhëheqësin e sektorit për siguri dhe emergjenca, i cili ka bërë të ditur se gjatë këtyre ditëve jemi përballur me era të forta dhe kemi pranuar disa thirrje në numrin emergjent që është 24 orë në shërbim të qytetarëve. Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim, domethënë qendra 112, qoftë edhe ka policia, qoftë edhe ka shërbimi zjarrfis, kena pranuar shumë pak informata mbi dëmet e shkaktuara. Janë disa raste të izoluara, sikur që kemi bëjmë në fshatin Ramac, ku është shplu një kulmi shtëpis, edhe është dëmtu një ser komplet me gjithë konstruksione. Pastaj kemi në qytet kemi dëmtimin e semaforave të spitalit me një shtyllë elektrike, kemi shtyllë elektrike në fshatin ose kyl, si dhe aty këtu disa billboardet ashtë kohës fushatës që veç po i vrejmë që kanë fillu më ranë tokë. Domo të tilla kishte edhe në disa fshatra të shtyllat elektrike, si dhe në pano reklamuese të fushatës që u dëmtuan si pasojë e errave. Kanë vazhduar edhe sot aktivitetet e javës sportive në Gjakov, organizuar nga Drejtoria për Kulturë, Rini e Sport në kuadër të shënimit të përvjetorit të pavarësisë. Sot ishte radha e handbollit. Veteranët e klubit handbollistik Kastrioti dhe ata të vllaznimit u përballën ndërmjet vete në kuadër të javës së sportit që po zhvillohet në Gjakov, në organizimin e Drejtorisë për Kulturë, Rini e Sport. Entuziastë që po i rikthehen lojës dukeshin lojtarët e Kastriotit. Është një lojë shumë emocionale, sidomos kur t'i shohim në kolegët tanë që kemi luajtur një kohë gjatë në realitet sekondërshtar. Edhe kjo do të jetë një lojë sa do kudo raviole, pasi është për nder pavarësisë Kosovës. Është një kënaqësi e madhe. Një kënaqësi e madhe të kthehesh pas një kohe prapë në parket. Edhe për gjakovarët fanatik të handbollit ndër vite, kjo lojë ka një rëndësi të veçantë. Në këtë lojë nuk ka më rëndësi në asnjë moment rezultati, në këtë lojë më rëndësi vetëm që na ta kryejmë ndeshjen, që mos kemi lëndime se secili kena 50 për mi. Do më thonë, shpresojmë që lojat në shkonë sa ma mirë, i falenderoj ekipin e Kastriotit, Farizojit, veteran që erdhen dhe në nderun me këtë turnir, i falenderoj edhe lojtarët tonë që gjetën nga dëshmënin tjenë gjithmonë pranë nesh. Nga Drejtoria për Kulturë, Rini e Sport u shprehen të lumtur që organizimi i javës së sportit po shkon sipas planifikimeve që ka bërë kjo drejtori. Pasi që dje kemi pas 2 aktivitete në ditën e parë në futsal dhe futboll të madh, sot është aktiviteti i tretë, që është handbolli, edhe do të thotë nesër po ashtu do të vazhdojmë me handboll, por që është handbolli për femra. Është duke shkuar gjithçka sipas planit? Gjithçka është duke shkuar sipas planit, shpresojmë që edhe deri në fund të shkojë kështu dhe do të jemi shumë të kënaqur. Aktivitetet sportive në nder të pavarësisë së Kosovës do të vazhdojnë ditën e nesërme në palestrën e sportit Shani Nushi, ku do të luajnë kategoria e femrave në handboll. Dhe tani të ndjekim grafikën e parashikimit të motit për ditët në vijim. Këtu po e mbyllim këtë edicion të lajmeve. Mirupafshim.